Ndodhemi në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, tashmë të klasifikuar edhe me kodin nga IATA VLO, apo jo Maxi, zyrtarisht. Kështu që mund të themi që jemi në ditët e fundit, para se të fillojmë testet, të cilat do të kryen në datë 8 maj me uljen e avionit të parë, edhe të gjithë proceset që do të bëjmë gjatë asaj dite, dhe më pas me nisjen e certifikimit për të pasur brenda sezonit veror uljet zyrtare, pra operacionet zyrtare në këtë aeroport. Ashtu siç e kemi thënë shumë herë, bëhet fjalë për aeroportin më të madh, një aeroport me një pistë 3.2 kilometra, nga ana tjetër ky është një projekt i cili nisi për të qenë disi më i vogël, por duke parë të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur nga 2021 deri më sot në industrinë e aviacionit civil, atëherë edhe konsorciumi ka marrë një sër masash për të rritur volumet e këtij projekti, duke arritur kështu në 17.000 metra katror terminal, i cili do të jetë akomodues për një numër rreth 4.5 milion pasagjerë. Unë jam e sigurt që do duhet që ky terminal të zgjerohet shumë shpejt brenda dekadës së parë, pasi vetë shifrat e aviacionit sot flasin ndryshe. Në 2013 numri i pasagjerëve që vinin nga ajri dhe dilnin nga porta e ajrit e vetme në Republikën e Shqipërisë, ajo aeroportit Rinasit, ka qenë 1.7 milion, ndërkohë që kemi arritur në 10.7 milion, dhe nga gjithçka ne po shikojmë se si po ecën pra situata, pritet që të kemi një rritje 20 deri në 30% të numrit pasagjerëve nga portat e ajrit gjatë vitit 2025. Në ndërkohë jemi duke u munduar që të mbyllim gjithçka në kohë dhe siç duket edhe në kamera, pasi kemi shumë zhurmë për të thënë të drejtën në kantier, duket që është një nga momentet më të rëndësishme për mbylljen e pistës. Si është situata në këtë momente? Kjo është momenti më kritik i punës. Pse? Sepse elementi më i rëndësishëm i një operimit të aeroporti është infrastruktura aeroportuale, ku bëhet fjalë për pistën, tekstuale dhe qëndrimet. Si shikoni, sot ne jemi në fazën e hedhjes së shtresës së fundit të gjysmës së pistës për gjatësi. Ka mbaruar bankinat anësore, nëse ju e mbani mend vizimin e fundit. Pra pista është e gjerë 60 metra, ku 75 metra nga ato janë bankina mbrojtëse dhe gjysësia e pistës është 45 metra. Ne presim ta përfundojmë shtresën e tretë të pistës nesër dhe nga pas nesër ne fillojmë vizimin e pistës. Ndërkohë që kemi vizitën e radhës së kontraktorit për të verifikuar forcën e fërkimit të pistës dhe forcinë e pistës. Jemi konfident sepse të cilët janë komponentë shumë të rëndësishëm për certifikimin dhe për madje edhe për të ulur avionin e parë. Kështu që prandaj këto testet do shoqërohen me një fluturim test për të verifikuar që të gjithë masat e marra në lidhje me pistën dhe pengesat e përreth aeroportit do të çojë kërkesa që procedura që do operohet të jetë e sigurt dhe e futurueshme. Shkëlqyer. Ndërkohë punë të tjera që na ngelet për bër, unë shikoj që rrethimi praktikisht sepse dallohet, ky është një territor shumë i madh, aeroporti i Vlorës është ndërtuar brenda 300 hektarëve, pra sipërfaqja është goxha e bollshme dhe distancat, duke pas parasysh që dhe pista është 3.2 kilometra, distancat janë të mëdha. Nëse do të shikonim në krahun ton të majt, pra duket kulla tashmë e përfunduar, ka akoma skelerin, e cila nuk na lejon që të shikojmë përfundimisht se si do të duket, edhe terminali pra në momentet e fundit të vendosjes fasadës dhe gjithçka tjetër, por po flasim për një sipërfaqe të jetë madhe. Kështu që edhe distancat me sy ose nga hyrja deri për të arritur këtu në kantier duhet pak kohë. Unë nuk kam thënë ndonjëherë, po ky aeroport është planizuar për 100 vjet të ardhshëm. Pra po të shikoni, sot duket një aeroport relativisht i vogël për 1,5 milion, 2 milion, 4 milion e gjys, por kapaciteti maksimal i këtij aeroporti shkon deri në 20 milion, 30 milion. Ky aeroport do akomodojë dhe 3 modele biznesi të tjera, që është mirëmbajtja e avionëve, kargo dhe shkollat e aviacionit. Pra, dhe kjo e fundit ndalojmë. Ndërkohë që në pamje vazhdon dhe duket një kantier i cili është impresionues, për të thënë të drejtën, gëllon ky kantier dhe këtu punohet me 3 turne, ashtu siç e kemi kërkuar kontraktorëve praktikisht.
Dhe nuk është një kantier do si do, është pista e një aeroporti ndërkombëtar. Duhet thënë që kur ndërtojmë pistën e një aeroporti ndërkombëtar ka parametra të tjerë nga kantieret e rrugëve, apo kantieret e tuneleve, apo kantieret energjetike. E gjithë situata duhet jetë sipas parametrave, detajeve, kritereve që na ndikojnë në operime dhe na ndikojnë dhe në certifikim, kështu që puna që bëhet këtu përveç se ka volume shumë të mëdha, ju e shikoni dhe në sy, nga ana tjetër është një punë që kërkon shumë, po shumë kujdes dhe duhet përmbushur gjithçka në skedulën që ne kemi, por t'i kthehemi komponentëve të tjerë që do të ketë ky aeroport, komponentëve ndryshe. Pra këtu kemi hangaret e mirëmbajtjes që do ngrejnë një industri të re, është një nën sektor i aviacionit civil, ku parashikohet që një kompani e huaj, një kompani italiane, një nga kompanitë lider në sektorin e mirëmbajtjes të avionëve, të sjell një pjesë të madhe të biznesit saj, ajo operon sot në Napoli, për të ardhur dhe për të operuar këtu në Shqipëri. Nga ana tjetër kemi ngritjen e logjistikës, pra magazinat, cargo, sepse parashikohet që nga ky aeroport mos të kryen vetëm fluturime me pasagjerë, por edhe fluturime me mallra, një tjetër pjesë e re e aviacionit civil, dhe e treta, ajo që tha dhe drejtori, ka të bëjë me një akademi. Akademia e Aviacionit Civil, e cila e ndërthurur me Akademinë e Aviacionit Ushtarak, që është një tjetër komponent që do na bashkohet këtu në Vlorë, do t'jap mundësinë e ngritjes së kapaciteteve të reja. Të gjithë këto aeroporte që ne po ndërtojmë, pra qoftë aeroporti i Tiranës, i cili tashmë i ka shtuar kapacitetet me disa fish, pra ka shkuar 40.000 metra katror vetëm terminali, janë shtuar 9 ajprone, pra vend parkime të reja, 2 prej të cilave janë të dedikuara për avionët që fluturojnë transoqeanikët. Nga ana tjetër, pista e Tiranës nga 2.8 ka shkuar në 3.2. Pra të gjitha këto ndryshime, ky aeroport i ri këtu që hap 1200 vende të reja pune, kërkojnë sigurisht tashmë ngritjen e akademive, të cilat do të prodhojnë profesionistët e fushës aviacionit civil. Dhe këto akademi janë të aksesueshme për moshat nga më të ndryshmet, edhe për formime të mëparshme të gjitha niveleve. Pra nuk është e nevojshme të jenë thjesht inxhinier, mund të jenë edhe nga gjimnazi, pra pikërisht, gjithë gama e aviacionit duke nisur nga shërbimet ground, tek shërbimet e sigurisë, tek pilotët e ri, tek kontrollorët e trafikut ajror, që të gjitha këto dikur ne i bënim jashtë territorit shqiptar dhe jo vetëm ne, po dhe të gjithë rajoni, apo jo? Si është plani i akademisë? Plani i akademisë, ne presim sa më shpejt aeroporti të ndodhet në eficiencë, do fillojmë ngritjen sepse një akademi nuk ekziston dot pa praktikën, pra pa e prek aeroportin, kështu që me të certifikuar aeroporti, pra është faza e fundit pas se fillojnë operimet, ju e dini këtë, do filloj aktivitetet e akademisë. Ne presim që akademia të jetë në operacion të plot, duke filluar nga fillimi i vitit 2026. Pra kemi punën finale të përgatitjes për të vazhduar pastaj me implementimin e kurseve të parë të akademisë. Pse është kjo kohë? Sepse kurrikulat duhet të jenë në përputhshmëri me standardet kombëtare. Pra si që gjithçka në aviacion. Në aviacion praktikisht, ne në aviacion operojmë njësoj si që operon Italia, njësoj si që operon Franca, ne jemi antar të Eurocontrollit, jemi antar të ICAO-s, përmbushim të gjitha kushtet, pra si që përmbushin dhe shtetet e tjera, dhe mund të themi që kjo është industria e parë shqiptare, e cila është në përputhshmëri të plot me të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian, por edhe kërkesat ndërkombëtare, sepse aviacioni është një sektor ndërkombëtar. Kështu që tashmë të rinjtë e trejat nga i gjithë rajoni, jo vetëm i Vlorës, po dhe nga Fieri, madje edhe nga Tirana, për shkak të afërsisë që japin të gjitha autostradat sot dhe nesër në të ardhmen edhe hekurudhat, sigurisht mund të kemi edhe djem dhe vajza nga Tirana që vinë punojnë këtu, por qëllimi kryesor është që ata nga Vlora, ata nga Fieri të akomodohen në këtë aeroport që do jetë një nga nukleat e zhvillimit ekonomik dhe të turizmit më të fuqishme në të gjithë vendin. Shumë mirë, atëherë kemi edhe pak ditë përpara për të hequr gjithë volumet e punës, gjithçka duhet për të përgatitur për datën 8 dhe për t'i dhënë kohë vetes pastaj për 2 muaj të certifikimit, që do jenë edhe ato 2 muaj shumë të rëndësishëm, ku mbyllen gjitha detajet, ku autoriteti i aviacionit civil së bashku me koncesionarin do të bëjë detyrat e veta, me trupat që vinë nga Bashkimi Evropian për certifikuar. Sigurisht këtu duhet të themi që kemi partnerë shumë të mirë
partnerët italianë në gjithë të proces, pra për sa i përket pengesave ajrore dhe gjithçka tjetër kanë qenë shumë aktiv. Aviacioni e nxit këtë bashkëpunim midis shteteve të ndryshme, sidomos ato që janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe kanë ekspertizë në këtë fushë me vendet e tjera. Ndaj unë jam besim plot që ne do të kapim afatet edhe Vlora do të ketë aeroportin e saj ndërkombëtar, Shqipëria do të ketë një aeroport tjetër ndërkombëtar, ndërkohë që sigurisht qeveria shqiptare do të ketë mbajtur edhe një herë një premtim shumë të rëndësishëm që nuk ka të bëjë vetëm me aviacionin civil, por me të gjithë ekonominë e vendit. Shumë faleminderit, do shihemi këtu në datë 8 maj.